Kronik në Gur, Ismail Kadare, 1971. Ky roman të fton të hysh në jetën e një qyteti të vogël shqiptar. Aty ku historia e madhe kalon në porrugica, shtëpi, thashë theme dhe biseda të përditshme. Ngjarjet e luftës së dytë botërore rrëfen jo nga heronj, apo kronika zyrtare, por përmes syve të një fëmije që vëzhgon, dëgjon dhe përpiqet të kuptojë botën e të rriturve. Pikërisht, ky këndvështrim e bën librin të veçantë dhe të afërt. Qyteti shfaqet si një personazh më vete, me frikrat, thashë themet, ironinë dhe përpjekjen për të mbijetuar mes pushtimeve të një pasnjëshme. Rrëfimi ishte i thjesht në dukje, por i mbushur me kuptime. Humori holl dhe pafajësia fëmijërore, ndërthurë me tensionin dhe pasigurinë e luftës. Kadare arrin të tregojë dramën e parënduar, duke lënë lexuesin të zbulojë vetë peshën e ngjarjeve. Kronik në Gur nuk është vetëm një roman për luftën, por një libër për kujtesën, për mënyrën se si njerëzit e zakonshëm e përjetojnë historinë dhe si ajo mbetet e gdhendur në mendje, ashtu si në Gur. Lexuesi ndjen se po hyn në një botë reale dhe njëkohësisht poetike, ku çdo detaj i vogël ka rëndësi. Ky libër të mëson se historia nuk jeton vetëm në data dhe betejë, por edhe në përditshmërinë e njerëzve, në frikën e tyre, në hishtjen dhe në mënyrën si e tregojnë atë që u ka ndodhur. Është një lexim që të afron me letërsinë shqiptare dhe me mënyrën e saj unike për të rrëfyer. Po pse duhet ta lexosh? Sepse të tregon se si një histori e madhe mund të rrëfehet mes të qetë, përmes syve të një fëmije dhe mbetet po aq e fortë dhe e paharrueshme.